Për atë se çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen marrë parasysh këto iniciativa. Për këto do të flasim tani në studio me profesorin Mazdo Barali. Profesor, mirë se erdhët këtu. Mirësevgjej. Shumë diskutimet, shumë përfolje, se mbase edhe njëherë lëvizja vetëndosje do të provoj pra që ta formoj qeverinë me një mandatar. Ka dileme nëse do të jetë zoti Kurti sërish apo dikush tjetër. Në aspektin juridik, a mund të jetë edhe njëherë zoti Kurti i mandatuar? Me qenë se herën e parë dështoj. Ajo që rezulton nga formulimi përkatës i normës kushtetuese dispozitës në 95, pra, të Kushtetutës së Republikës Kosovës, nuk rezulton që ka mundësi njëjti kandidat dy herë. Por ka mundësi një kandidat tjetër, do thotë i dyti, i njëjti subjekt politik, në qoftë se natyrisht dëshmon para presidentes së vendit që ka arritur të mbledhë fillimisht 40 nënshkrime, pastaj për seancë, dhe pastaj edhe 61 votat sigurta për të krijuar një minimum të shumicës qeverisë dhe për të krijuar kabinetin qeveritar dhe qeverinë. Pra, zoti Kurti më njohet. Zoti Kurti, po, tani nuk mundet dhe mbase nëse ka qenë qëllim i dikujt nga brenda ose nga jashtë dhe ose edhe jashtë dhe brenda që të eliminohet, tani maj në këtë rast nuk mund të është eliminuar dhe nuk mund të formoj qeveri. Tani maj s'mund të mandatohet dhe s'mund të formoj qeveri. Tash në raundin tjetër, potencialisht nëse ndodh, a mund të dikush tjetër të shkoj te presidente me 61 apo mbase lëvizja vetëndosje me qenë se po thuhet që i kanë votat ose mund të bëjnë votat? Të paktën kështu ishin përfoljet e orëve të fundit. Po, pikrisht ashtu, edhe unë kam informacione, sikurse edhe ju, që janë tubuar në nënshkrimet e 40 domosdoshme, pra minimale, 40 deputetëve për të bërë një numër të duhur që të mandatohet dikush tjetër. Në këtë rast, kushdo që nga partia, nga organet e partisë nominohet, për mandatar mund të shkoj, sepse ka të mundësi që të shkoj të drejt presidencës, aq më tepër kur i dyti nga zgjedhjet e fundit, pra fituesi i dytë, Partia Demokratike, ka deklaruar jo një herë, po vazhdimisht herën e fundit ditën që dështoi formimin e qeverisë, se nuk dëshirojnë të formojnë qeveri sepse nuk i kanë numrat dhe për këtë do ta njoftojnë presidenten e vendit. Pra, mundësia vetëm është zoti Kurti ose lëvizja vetëvendosje të shkojë me 61. Lëvizja vetëvendosje, po jo zoti Kurti. Po të shkojnë te presidenta kanë fjalën, zoti Kurti sekretari i lëvizjes vetëvendosje, këtë kuptim po them. Po, patjetër. Në ndërkohë, edhe presidentja a obligohet që brenda 10 ditësh t'ja kalojë mandatin dikujt tjetër, me që i pari dështoi ishte Albin. Po, patjetër, sepse është normë kushtetuese, neni që përmenda 95, paragrafi parë thot 15 ditë parit mandatar, paragrafi 2 thot të dytit 10 ditë. Nëse brenda 10 ditësh nuk mund ta garantoj dhe ta bind presidentën, natyrisht pas konsultimeve që do të bëhen dhe që parashifet bëhen, atëherë shkohet në propozimin e obligimin e presidentës që brenda afatit për 20 ditë është i shpallë zgjedhjet e reja të parakohshme dhe të jashtëzakonshme. Pra, tashmë gjithçka duket se ka mbetur edhe në dorën e presidentës. Për 50 ditë, diçka më pak, ndoshta 48 ditë, në qoftë se nuk arrin ose nuk ka arritur pas këtyre lajmeve të reja që koalicioni fituesi vetëvendosës t'i ketë 61 votat sigurta, atëherë shkohet në zgjedhje. Nëse i ka, mund të provohet edhe një herë, natyrisht për këtë duhet të mbahet një seancë e jashtëzakonshme, sikur që mbajt ajo para dhe të provohet. Mendoj që do duhej vërtet reflektuar të gjithë aktorët dhe faktorët relevant, këtë rast partitë politike, që thjesht të provohet për arsye se të formohet qeveria, për arsye se mos formimi i qeverisë mund të ketë pasoja të pariparueshme, të dëmshme dhe të do thosha unë afatgjatë, abile dhe të papranueshme, për arsye se kjo klasë politike është dëshmuar pa dallim. Fillimisht ata që i fituan zgjedhjet relativisht, po edhe këta të tjerët asgjë më pak se duke luftuar njëri tjetrin ose duke mos dakorduar qëndrimet për të qenë koheziv dhe për të qenë kompakt, për të bërë pak të një qeverisje të përkohshme, sepse edhe ashtu ka sprova vitin e ardhshëm. Kjo tregon që ata duhet të jenë të vetëdijshëm sepse pa buxhet, pa organet normale dhe ato që quhen institucionet pavarura që nuk po funksionojnë, janë thjesht ose pa quorum ose janë pa mandat,
dhe pa miratimin e buxhetit në shkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe plani rritjes që është diku rreth 900 milion, nuk mund të shkohet para, problemet janë të shumta, do duaj për këtë. Po edhe një faktor tjetër, po aq i rëndësishëm është, mendoj unë, për opozitën, sepse do t'ishte, nuk di si nuk e kalkulojnë, nuk e llogarisin, ma thjesht e ma në mënyrë sinqert, veprimin e tyre strategjik potencial që po ta votonin edhe pas një kërkes, pra t'ja bënin shumicën Kurtit herën e parë ose tash herën e dytë dikuj tjetër nga ky formacion fitues politik, pra koalicioni vendosjes me të tjerët, është veprim strategjik, është në dobinë e tyre, sepse tërkohen opozitës, po edhe të Kosovës, siç dëshmuan një akt jashtëzakonshëm dobishëm Partia Demokratike, në një moment pas gjithë atij ngërçi 8-9 mujor, e votoi kryetarin, dhe si që bëri mandej LDK-ja për kundër këmbgulsisë saj, se nuk do të votoj asë një kandidat, e votoj kandidatin për nënkrytar nga komuniteti pakicë sërb, pra për nënkrytar që ishin veprime në dobi të interesit politik, po unë mendoj edhe në dobi të tyre në kuptimin elektoral, dobisë elektorale, tani do të ishte një akt tjetër i cili edhe do të përfitonin këto parti në zgjedhjet e ardhshme, po edhe do të përfitonin për shkak se po bëjnë një veprim në interes qytetarit që ja ka dhënë votën, besimin, edhe në interes në tyre strategjik do të rritej vota. A shihni se ka një vullnet të tillë, zoti Baraliu, marr parasysh krejt këto zhvillime që kanë ndodhur kohëve të fundit, a shihni se mund të ketë një disponim të tillë, apo janë krejt kalkulime politike dhe matematika politike për të shtyrë? Po matematika dhe kalkulime këta kanë dhe kjo po shihet prej fillimit të gjithë kundër të gjithëve, por tani ma gjesti i fundit, kur del përfaqësuesi i listës sërbe me cilën s'po guzon askush të ketë kuraje politike, sepse e din që reflektohet negativisht në vota, doli dhe tha që ne nuk e votojmë sepse ky ka vepruar keq, kjo qeverisje që ishte, ndëm të popullit sërb një sintag antikushtetuese. Dhe popullit shqiptar po ashtu sintag antikushtetuese, sepse në kushtetues s'ka as popull shqiptar, as popull sërb. Komunitetet janë, për hir të shikuesve tuaj. Dhe këta tani ata thanë nuk do ta votojmë, këta nuk e votuan, cilën anë mbeten. Pa dashur që ta ludojun, gjithsesi ata i kanë qëllimet e tyre dhe lista sërbe nuk meriton as të përkrahet dhe as solidarizohet kush me te, po me vetë faktin që nuk e votuan, edhe kur do të kishin, siç po them, dobit e tyre, jo për listën sërbe, po tani me lista sërbe jo këta jo. Ku jemi atëherë? Do të thotë është diçka që mund të ndikojë shumë të reflektohet në votën eventuale të këtyre subjekte politike. Nuk do doja që të kemi një rezultat shumë atult, që do ta kemi, mbase të dalës që në fakt e dëmton legitimitetin e gjithë këtij organi dhe këtyre deputetëve 120 dhe këtyre partive. Dhe ai legitimitet në kupton të bi për shembull si Shëran në 39 në diçka, zgjedhjet lokale mund të bie edhe më poshtë. Çfarë legitimiteti do të kenë ato organe, kuvendi dhe qeveria e ardhshme, po supozojmë që do të ketë zgjedhje, nëse do të ketë, kur do ta kenë gjysmën e gjysmës. Keni parasysh 30% që ose 40% që është gjysma e gjysmës, sepse duhet ne ti kemi mbi 50%, po si kemi, gjithmonë jemi diku aty 40, 43, 45%, pra nuk ka legitimitet dhe me atë legitimitet që është i mangët, i sunguar, si do dalin për të marrë vendime për popull në emër tyre dhe para popullit. A shihni mundësi që vendosja të gjejë një rrugdalje në këtë situatë dhe në tentimin e dytë mbas se ta formojë qeverinë? Patjetër, unë mendoj që ata kanë ndonjë informacion, qoftë nga brenda vendosjes ose nga analiza që mund ta bënin nga deklaratat që janë dhënë deri më tani. A duken bindse se mund të ketë një tentim dytë më produktiv? Intuita ime analitike dhe sintetike flet që po mundet dhe duhet, aq më tepër kur përveç opozitës që ishte shkapërderdhur, jo kohezive, të paktën ata po të ishin bashkë, do të mund ta bënin, sepse i kanë më shumë numra se sa që i ka përkundër faktit që këta janë fitues, koalicioni fitues. Por këta bën vazhdimisht vonesa, gabime edhe neglizhencë. Nuk mundeni ju ditën që bëhet kuvendi, shosh edhe atje kudo qoftë, në Sloveni, kudo qoftë, sa do rëndësishme është, më rëndësishme do të ishte koordinimi këtu. Një dhe mungesa e fuqisë bindëse për ta bindë qoftë 1, 2, 3 deputet, 5, 6, qoftë individualisht, sepse deputetet me kushtetut e kanë personal mandatin, pra nuk mundet i përzihet as kryetari i partisë, as askush, madje në një çast
shumë drejtë, tha kryetari Partisë Lidhjes Demokratike, tha deputetët mund të votojnë sido, po atje nuk thot ashtu kur mban kuvendi ose Këshilli Drejtues ose kryesia, ju të gjithë keni të jeni të betonizuar në qëndrimin e partisë, gjë që nuk është drejtë dhe është bile antikushtetuese. Sidoqoftë, po them, do të duhej që thjesht deputetët në interes ashtu thonë edhe vendimet e gjykatës kushtetuese, në mënyrë taksative thonë, deputetët, jo i pari vetëm, po i pari, dyti, i tretë, deputetët kanë për detyrë që në interes publik, pra të Republikës dhe qytetarit, të votojnë, të konsiderojnë kuvendin, në një të gjë vlen edhe për qeverinë. Dhe ata janë të pavarur, po them, mandati tyre është personal i pavarur dhe nuk do duhet ndërhyjnë të askush, as të imponon të as donon të mandatin e tyre. A ka fuqi presidenta në këtë rast ta bëjë një lloj unifikimi të suspektit? Ka për detyrë madje. Pa ka fuqinë? Fuqinë nuk e ka, siç e dini, fatkeqësisht vazhdimisht ajo është goditur nga forma dhe anë të ndryshme dhe nuk e ka sepse ne e kemi sistemin e tillë, po dhe mentalitetin, me keqare dhe më duhet ta them që të gjithë kundër gjithëve, ne kemi faktikisht animozitete politike dhe rivalitete më shumë se sa partneriteti politik demokratik që lejon e kërkon. Dhe pikërisht to rivalitete, animozitete, pra pak ma thjesht se armiqësi, pa armiqësi, me njeri tjetrin, na kanë sjellë këtë gjendje çfarë kemi prunë vendin dhe kjo është e pafalshme, prandaj do duhet të thjesht reflektojnë më së miri do të ishte që në përpjekjen e dytë të koalicionit fitues, pa marrë parasysh ai ka numrat apo jo, të votohet qeveria për arsye se ka shumë punë pa bërë. Tash shihni këta vetë po shkojnë, siç e lexuat ju lajmin që duhet të bëjnë komisionet i konstitucionit, as ka komisione as grupe parlamentare, në mënyrë që të kryejnë disa punë, pra buxhetin, pastaj marrëveshjet ndërkombëtare që në legjislaturën e 8 kaluarën kjo opozit i ka lënë 8-9 marrëveshje pa i miratuar për inat me qëllim që dalë ma keq ata që ishin qeverisë atëherë. Pra do duhet të reflektojnë edhe pozita dhe opozita. Po kthejmë edhe një herë një sekond të kjo e para që këta nuk kanë qenë sa duhet përkushtuar për mendimin tim këta të fitues, të koalicionit fitues, dhe jo sa duhet serioz sepse zhdash dhe kanë mundet gjithmonë kur punohet shumë, fitohet sa do pak, po hiç nuk ndodh zakonisht mos me fitu. Ai që punon shumë, ai edhe rezultate ka, mund të mos ketë shumë se ka pengesa ose s'ka fuqi. Në këtë që po thonë, ai bie përgjegjësia më e madhe në këtë dështim është e Albin Kurtit dhe vetëndosjes së subjekti i parë? Natyrisht që për nga definicioni atyre sepse si shumicë ju ka takuar, ju ka dhënë besimin asaj, ju ka dhënë popullit, po mas shumë ti ka dhënë besim është dash ta të koordinojnë këtë po them, pa fuqia, mungesa, neglizhenca, mungesa aftësisë dhe angazhimit serioz që ta bëjnë shumicën, thjesht, nuk po themi në 80 aso vota, është përgjegjësia e tyre para, por asgjë më pak s'është as këtyre tjerëve se dhe këta kanë bërë blokada, bën këta, bën ata dhe kanë sjell vendin deri këtu. A mund të gjej kjo frymë e bashkëpunimit për cilën po folni ju, zoti Baraliu, në kuptimin e asaj çka ka ndodhur më herët në atë armiqësit dhe themi kështu në thonjza politike dhe në deklaratat që janë dhënë, kujtojmë hyjvanate të tjera që janë thënë për njëri tjetrin. Pra mund të gjendej kjo frymë bashkëpunimi apo po thoni se mund të gjendej, pse duhet punuar më shumë në të dhe kishte mungesë. Mundet, patjetër, ju lutem vetëm po ju rikujtojnë nëse na lejon koha shumë shkurt. Ka pasur armiqësi edhe më të thella, madje deklarative në fushatat politike. Më herët do vite, këta disa subjekte politike pa dashur të përmend kush, eksponentë e tyre, madje edhe kryetarët e tyre ose anëtarët e kryesive, pra njerëz me influencë, kanë akuzuar njëri tjetrin për krime të rënda. Dhe madje kanë bërë koalicion. Kanë bërë koalicion dhe kanë qeverisë bashkë. Në politikë asgjë s'është e pamundur. Prandaj thuhet politika është akt i sëmundshmës. Dhe çka do thotë, duhet ketë mirë kuptim edhe gjaktësi edhe thjesht kompromis. Kalohen aty natët, nuk duhet ketë asë gjuhë. Është gjuhë më të vështirë ka pasur më herët kur njëri tjetri thoshin kriminal në kuvend dhe jashtë kuvendit, madje edhe në bisedat të ndryshme që kanë bërë, edhe deri të koalicionit. Një herë armiqësi, pastaj koalicion. Kështu bëhet politika të nesër, është Ballkan ky. Prandaj përmendaj termini ballkanizimi i krimit ai zotriu atje që ishte eksperti i sociologjisë. Kështu që ne jemi, këta që jemi, kemi një mentalitet ende me primesa edhe elemente mas pakut, mesetare. Por kjo duhet të i kaluar në politikë për interes përgjithshëm dhe obligim që kanë se këta njerëz kanë kërku votën.
të gjithë pa dallim deputet kanë marrë votën, ndërkohë që të gjithë deputetet e shkelin kushtetutën mas pakut një herë, disa herë, kur ajo dha një afat 30 ditor për ta bërë me çdo kusht kuvendin, këta nuk e bën dhe shkelen dhe pastaj vazhdimisht. Ndërkohë që përgjegjësia është e të gjithëve, i pari është ai që ka bë fitoren, por as këta gjë më pak nuk kanë, sepse kur ta bllokon, kur në interes qytetarit edhe të shtetit, pra të Republikës, nuk bën një hap fare thjesht, që e ke dhe obligime kushtetut, po që edhe është në interes sepse nuk mund ndalen, ju lutem, ndalen pagat, keni parasysh, për shembull, shumë institucione që janë para me kushtetute që buxhetohen nga kuvendi dhe kontrollohen nga kuvendi, nuk kanë mundësi që t'i marrin pagat e tyre, nuk funksionojnë. Pra shumë edhe i përmend edhe shumë tjera probleme, prandaj duhet të kenë mirë kuptim dhe t'i formojnë institucionet. Pikërisht kur përmenden pagat dhe çështja e buxhetit, ishte ngritur një dilemë nëse mundën këta deputet në këtë situatë me qeverinë e detyrë ta miratojnë buxhetin për vitin e ardhshëm. A mund bëhet apo jo? Ka pasur interpretime të ndryshme nëse mund ta bëjë kjo qeveri apo jo? Që është në detyrë? Po nuk ka asnjë ligj shkodran që është i përkryer. Një dhe e dyta, t'ju them diçka që për shikuesit tuaj mund të jetë interesante, mendoj unë, ligjet nuk janë në zgjidhja më e mirë çdo herë për qytetarin dhe për popullin. Ligjet janë regulativ juridike, një kodifikimi zgjidhjes e problemeve të caktuara në fushat e caktuara, ashtu siç mendon shumica dhe don shumica sunduese. Shumica sunduese është pakicë në relacion me popullin dhe ajo don për interesat veta dhe bën për interesat veta, edhe në aspektin ekonomik, edhe social edhe politik. Pra, po gjenden mundësi sepse ligji për buxhetin është një ligji më i rëndësishëm, nëse doni, dhe gjenden mundësi interpretimi sepse këta kur paten, se kanë interes të gjithë për të miratu buxhetin, se s'kanë çka thonë para atje, edhe vetë s'kanë paka kur shkojnë ose familjarët e tyre. Ligjin për financimin e partive politike, pa asnjë problem. Rregullorën e punës kuvendit, pa asnjë kundërshtim. Prandaj futi aty ajo lista sërbe dhe këta se kanë vrejt fare këta. Çfarë pakujdesie, atëfar pyken që kanë fut atje nenin 13-12, që ata ta gjë që në kushtetut nuk thot ashtu. Kundërshtime kushtetut dhe kanë bën rregullore. Dhe këta tash ngulshin këmbë opozita, nuk e shkelim kushtetutën se rregullore apo thot, por rregullore është akt ligjor. Kushtetuta është prevalente. Ose ligjin për zgjedhjet, pa asnjë problem. Pa dy lexime, pa tri. Mund të kryej këtu, pastaj të shkojnë në zgjedhje. Deri ka për çështjen e afatit. Domethënë, edhe sa ditë i kanë mbet presidentes? Presidentes i kanë mbet edhe 8 ditë faktikisht. Kur nëse nuk ka pra një mandatar të dytë, qoftë nga vendosja ose nga dikush tjetër, kur fillon të rrjedhë pra afati 30, jo më pak se 30, jo më shumë se 40 ditë të caktuar në zgjedhjet? Jo, ky neni thot 40 ditë, thot ashtu, po ka dhe kushtetuta ka kundërshtime në jo më pak se 30, nuk ishte jo më shumë se 40. Jo, 40 thot, saksisht, po thot në një vend, neni 82, më saksisht nëse doni ta nominojmë, thot që nëse 60 ditë pas mandatimit të mandatarit të parë në këtë rast, nuk formohet qeveria, shpërbëhet parlamenti dhe shkohet në zgjedhje. Ndërkohë ky neni 95% po flasim, i thot, nëse dhe i dyti me 10 ditë disponim që ka për ta bërë nuk e bën, atëherë presidentja shpas zgjedhet në afatin prej 40 ditësh. Por këtë pyetjen ju që përshtroni tani me të drejtë, unë mendoj interpretimi im është nuk shkruan në kushtetut, por interpretimi logjik është dhe teleologjik që thot se Partia Demokratike pa marrë parasysh deklaratës të kryetarit saj, do duhet, nëse ajo nuk e bën, duhet kërkoj presidentja, siç e pa të kërkuar dikur presidenti tha që ndaj mandatarit atëhershëm dhe kryeministit tani në detyrë, ky nuk e jepte mandatimin, ai e kërkonte se nguteshin dy palëve për qëllime të kundërta, ai e kërkoi me letër, tha të lutem, ma çoni mandatarin. Edhe ajo duhet ta bëj, pra ta kërkoj mandatarin me që i takon të dytit, nëse vetëvendosja nuk pra pavarësisht deklaratave të tyre, do duhet ta jepte mandatin për të krijuar qeveri. Këta ta kërkonte që ta dërgojnë me shkrim dhe ajo pastaj të respektojë afatet kushtetuese dhe nëse këta thonë që nuk jemi të interesuar, nuk mundim ose nuk duam, atëherë mandej natyrisht që ajo mund të presë edhe 7 ditë. Dhe me njëherë... Të do duhet të krye edhe kësi hap, pra të mandatoj edhe i dytë nëse dështon edhe njëherë i pari.
Dhe në krejt këto afate ligjore që po flasim parafërsisht nëse shkohet në zgjedhje të reja, kur mund të jetë parafërsisht data? Data dikon 48 ditë, pas 48 ditësh, nëse kanë kalu 2 ditë më duket, atëherë ne duhet kemi zgjedhje. Mas largu. Po, aqë sa i bjen. Më thonë shumë shpejt. Po dhe ne, unë kur kam qenë atëherë përgjegjës kryeshef i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kemi pas 25 ditë për zgjedhjet për Republikë. Për shpallën e Republikës, 2 palë zgjedhje. Edhe lokale, edhe qendrore, edhe balotazhin 3 cikle zgjedhore për 25 ditë. I kemi përgatitur, i kemi mbajtur dhe nuk kemi pas probleme serioze. A mund të prodhoj diçka tjetër, një rezultat tjetër, pastaj? Patjetër. Dasht dhe mendoj që qytetari i vedisuar, edhe ma shumë se që ka qenë gjithmonë i vedisuar, sepse e ka nda kulaqin, nuk ka thonë, jo, s'pan më 50, as 100, as po %. Me qëllim po e karikoj edhe 100-shin, ka thonë, ka që keti, po ama banë bashkë. Sepse ka shumë detyra, ju lutem këta, sikur në që në bashkët babës, thot populli, si më nxjerrin nga xhepi një bombon, po japin premtime, bëjmë këtë marrëveshje, bën marrëveshjen e 11-s që po na sjell këto telashe, 15-s, tani me kjo Brukselit, tani me kjo aneksiorit, po thonë, po e bëjmë atë, po si mund ta bësh mërë që shkatron shtetin, më nuk guxon ta bësh as ti as kurkush. Dhe do të thënë këtyre njerëzve, të gjitha këtyre elitave që në kanë sjellë kaq shumë dëm, edhe dobi, edhe përparim, po edhe dëm pari parushme që nuk munden emër të kujt ata e bëjnë atë që thjesht këtë shtet po dojnë në një mënyrë një tjetër edhe pa dashtas, po e shkatrojnë. Qofse miratohet marrëveshja që ai fal plani franko-gjerman që ka dalë jashtë kornizave të Bashkimit Evropian, 2 shtete kanë dalë jashtë në mënyrë jo anti-aki komuniter, quhet kjo e drejta tyre, drejtës europiane, quhet aki komuniter. Jashtë aki komuniter ka dalë një propozim franko, pastaj është bërë gjerman, pastaj edhe amerikan, dhe kanë nxjerrë një marrëveshje e bazuar në vitin 70 mes 2 Gjermanive që është e dëmshme, të cilën për ne, e cila nuk do të thotë as njohet de facto as de jure, Serbia nuk e ka pranuar, s'po e pranon, ky thotë e pranoj, po si e pranon, s'mund ta pranosh. S'mund ta pranoj, s'guxon ta pranoj kush atë. Prandaj duhet të kenë kujdes, as ky statuti që është po ashtu i dëmshëm, është vetë shkatrimi i Republikës. Nëse doni ta shkatroni, rrini në shtëpi tuaja, mos merrni përgjegjësi se keni mandatin. Prandaj po duhet të them që ka përgjegjësi të mëdha dhe shpresoj që të vedisohen, mas miri do të ishte populli u ka thënë. Mozaiku që duhet jetë, jeni bashkë, një qeverise me bazë të gjërë, edhe përgjësit i merrni bashkë. Edhe nëse gaboni, s'duhet gaboj, në asnjë mënyrë, si mjaftë është gabuar. Me këto marrëveshje, me territor me Maqedoninë, me territor me Malin e Zi, po çka do të mbetet këtu? Por, përsëri kur janë bashkë, një qeverise, dhe ne kemi thënë për hir të vërtetës pa dashur që të akseptoj as ta përmend mendimin tim apo dikuj tjetër, plot të tjerë kanë thënë, kemi ditë më njëherë pas zgjedhjeve që duhet bashkohen ta bëjnë një qeverisje përbashkët, po jo formale, gjysmën po, gjysmën jo, po të gjitha partitë shqiptare që kanë marrë vende në parlament ta bënin një qeverisje deri të paktën zgjedhjen e presidentës. Kështu ishte edhe propozimi i LDK-s, por që jo, ai nuk ishte pak më i ngjashëm, por që po, ai ishte më i mirë ishte ai se hiç. Po tani, as opozita nuk u unifikua, janë të përqarë, e as kjo nuk arriti, ishte impotente. Edhe mbet kukuneq. Edhe mbetën fare. Këta fitusit impotent, si që të tregu dje par dje, ata ishin të pa organizuar dhe të pa koordinuar, dhe ne jemi në këtë gjendje shumë të rëndë. Profesori, falenderojmë shumë për këtë analizë që keni bërë sonte në edicionin special. Faleminderit juve për pjesën. Do të shohim sigurisht çka do ndodhë ditëve në vijim, ndërkohë që në mungesë të qeverisë 10 agjenci kanë mbetur pa mbikëqyrje.